Numri i mashtrimeve me ndihma sociale në Gjermani është shumë më i madh se sa që është menduar deri tani. Kështu thon autoritetet gjermane, sipas të cilave vetëm gjatë vitit 2025 janë regjistruar të paktën 110.000 raste të përfitimeve të paligjshme sociale, siç thuhet. Por kjo është vetëm shifra e mashtrimeve të regjistruara, ndërkohë që dyshohet se numri real i mashtrimeve është shumë më i madh. Vetë autoritetet, por edhe media gjermane flasin për dyshime se numri i mashtrimeve është shumë më i lartë se sa 110.000. Nga agjencia për punë thonë se përfitimet jo të ligjshme shpesh mbeten pa u zbuluar. Por të mbetemi tek këto dhëna zyrtare. Qendrat e punësimit, pra Job Center, siç thuhet, kanë filluar gjatë vitit të kaluar 134.000 procedura hetimore ndaj personave të dyshuar, ndërsa në 110.000 raste është dëshmuar se ka pasur mashtrime dhe janë bërë kallëzime penale. Kjo përbën rreth 6-8% më shumë raste të keqpërdorimit të ndihmave sociale se sa në vitin 2024, ose të paktën dyshimeve për keqpërdorime pasi që akoma nuk ka procedura gjyqësore. Dëmi në këto raste nuk mund të përcaktohet me saktësi, sepse varet për sa persona janë bërë mashtrime, a janë vetëm persona individual, apo janë çifte, apo dhe janë familje me fëmijë etj. etj. Siç e dini, ndihmat sociale në Gjermani janë aktualisht 563 euro për një person, 1.012 euro për një çift, ndërsa për fëmijët varësisht nga mosha shkojnë prej 357 euro deri në 471 euro. Nga fillimi i muajit korrekt në Gjermani është hequr Bürgergeld dhe është futur sigurimi i bazë, por siç shihet edhe nga këto shifra, autoritetet gjermane do të kenë vërtet shumë punë në zbulimin dhe zbardhjen e këtyre rasteve e pastaj edhe ndalimin dhe dënimin e mashtrimeve. Kancelari Friedrich Merz thotë se ata kanë hartuar edhe një plan veprimi për luftimin e keqpërdorimit të përfitimeve sociale, i cili do të prezantohet gjatë këtij muaji, por që tani dihet se autoritetet do të kenë vërtet shumë punë. Deri tani ndihmat sociale në Gjermani kanë marrë rreth 5 milion njerëz, ndërsa pritet që ky numër të ulet. Kur dhe sa akoma nuk dihet saktësisht, por unë me siguri që do ta ndjek me vëmendje edhe këtë çështje, ndonse e di që shqiptarët nuk janë në mesin e 10 nacionaliteteve që marrin më së shumti ndihma sociale në Gjermani. Sidoqoftë, nëse doni, abonohuni në kanalet e mia dhe shpërndajeni edhe këtë video, ndërsa unë ju falenderoj shumë dhe mirupafshim me informacionet e tjera.